Ekspertët e mjedisit dhe qytetarët kanë ngritur shqetësimin për gjendjen në të cilën ndodhet përroj Lushnjës, i cili kalon përmes qytetit. Me rritjen e temperaturave gjatë stinës së pranverës dhe të verës, aroma e rëndë dhe ndotja e ujit po shqetëson çdo ditë banorët që jetojnë pranë këtij përroji. Edhe pse përroji përfundoi rikonstruksionin rreth 2 vite më parë, sipas banorëve nuk është menduar për trajtimin e ujrave që derdhen në brendësi të tij. Temperaturat e larta dhe ujrat e ndotura kanë krijuar një situatë problematike duke sjellë erë të keqe dhe shqetësime për shëndetin e qytetarëve. Banorët shprehen se vendosja e një impjanti për pastrimin dhe filtrimin e ujit do të ishte zgjidhja më e mirë për rikthimin e pastërtisë dhe shmangjen e ndotjes së mëtejshme. Disa muaj më parë, Bashkia e Lushnjës ndërhyri me mjetet dhe punojësit e ndërmarrjes së pasurisë publike për pastrimin e brendshëm të përrojit, por sipas qytetarëve situata është rikthyer sërish problematike. Ata kërkojnë që gjendja të mbahet vazhdimisht nën kontroll dhe uji të jetë në lëvizje pasi ndotja dhe stagnimi i tij po përkeqësojnë situatën. Qytetarët ankohen se aroma është preshje padurueshme, duke krijuar ndjesim mbytjeje dhe shqetësime shëndetësore, sidomos për fëmijët dhe të moshuarit. Banorët i bëjnë thirrje institucioneve vendore dhe strukturave përgjegjëse të marrin masa urgjente për zgjidhjen përfundimtare të këtij problemi mjedisor që prej kohësh shqetëson qytetin e Lushnjës.